Por si ndjen pacienti çrregullimet e ritmit të zemrës? Atëherë ka një ndarje shumë të madhe në lidhje me çrregullimin e ritmit të zemrës. Ato ndahen në çrregullimin e ritmit të zemrës bradikarde, ku zemra bëhet e ngadalt, ulet frekuenca e zemrës, ulet pulsi, dhe ana tjetër takikarde, ku frekuenca e zemrës rritet, pra pulsi është i shpejtë. Në mes ka dhe forma ku në të njëjtin pacient takohen dhe bradikardia dhe takikardia, pra ajo që quhet takibradi sindrom. Po për këtë do flasim çik më vonë. Ajo që duhet të thellohem në këtë video janë çrregullimet e ritmit të zemrës takikarde, ku zemra bëhet me një ritëm të shpejtë. Çrregullimi më i shpeshtë i ritmit të zemrës është fibrilacioni atrial, siç e kam thënë dhe në shumë video të tjera. Fibrilacioni atrial shtohet incidenca me moshën, pra mbi 65 vjeç e kanë shumë persona, mbi 85 vjeç e kanë akoma dhe më shumë persona. Këtë çrregullim të ritmit të zemrës, në përgjithësi, pacientët, sidomos ata që janë në moshë të re, e ndjejnë nëpërmjet palpitacioneve, pra rrahjeve të zemrës, të cilat kanë karakteristikë të cilat janë të çrregullta. Pra pacienti e ndjen që zemra rre shpejt dhe në mënyrë të çrregullt. Gjithashtu, këta pacient kur masin pulsin e dallojnë që e kanë dhe pulsin të çrregullt. Po kujdes, jo një herë, jo një rrahje e çrregullt. Kjo është një çrregullim i ritmit të zemrës, është minimumi 30 sekonda. Pra i bie që minimumi 30 rrahje janë kështu të çrregullta. Këta pacient ankojnë gjithashtu shumë shpesh për mbajtje fryme, sepse zemra nuk mbushet më mirë me gjak, nuk e ka aq shumë kohë që të mbushet me gjak, dhe gjithashtu këta pacient pësojnë një rënje kanë një rënje të forcës fizike, të aktivitetit fizik, për shkak dhe të mbajtjes së frymës. Problemi është te pacientët në moshë të madhe, të cilët zakonisht nuk e ndjejnë fare këtë çrregullim të ritmit të zemrës, sidomos ata që e kanë me kohë të gjatë. Problemi në këto raste është se këta pacient mund të pësojnë tromboza, sepse nuk e dallojmë. Është rreziku i vetëm i këtij çrregullimi të ritmit të zemrës. Pra, nuk është një çrregullim i cili shkakton humbje të jetës për fat të mirë, por rreziku është i trombozave. Prandaj këtyre pacientëve i jepet antikoagulacion. Nga ana tjetër është flatëri atrial. Flatëri atrial gjithashtu nuk është shumë i rrallë, është një çrregullim i ngjashëm me fibrilacionin atrial, por ai ka atë ndryshimin se është i rregullt. Dhe këtë e ndjejnë pacientët, e ndjejnë rrahjen të shpejtë të zemrës, por e ndjejnë disi më të rregullt. Gjithashtu në këta pacient takohet mbajtja e frymës, sepse këta pacient gjithashtu nuk e kanë atë mbushjen e ventrikulit të saktë siç është ritmi normal. Çrregullimi tjetër i ritmit të zemrës, i cili haset dhe në mosha të reja shumë shpesh, është ajo që quhet AVNRT, AVNRT. Është një takikardi re-entry që quhet, ku këta pacient kanë tipike atë që quhet fenomeni on-off. Fenomeni on-off është kështu: këta pacient, siç janë mirë e bukur në qetësi, duke mos bërë asgjë, bam, i fillon një çrregullim i ritmit të zemrës dhe me frekuencë si rregull shumë të lartë, pra mbi 160, 180, 200, 220. Pra këta pacient i shkon frekuenca vërtet shumë lartë. Dhe këta pacient kanë tipike se mund të iki çrregullimi i ritmit të zemrës duke kryer ato që quhet manovra vagale. Cilat janë manovrat vagale? Janë hedhja e ujit ftohtë në fytyrë, shtrëngimi këtu i bulbëve të syrit, mbajtja e frymës dhe shtrëngimi fort, sikur do shkosh në tualet. Dhe ky çrregullim i ritmit të zemrës ka atë tipiken se ikën dhe për një herë. Domethënë siç vjen ashtu me shpejtësi, ashtu dhe ikën.
ka raste që sikën, rastet që sikin duhet të vinë në spital. Pra, këto janë disa çrregullime që quhen supraventrikulare, që janë të atrumit të zemrës. Çrregullimet që janë të atrumit nuk përbëjnë rrezik për jetën. Nga ana tjetër, kemi çrregullimet ventrikulare të ritmit të zemrës. Çrregullimet ventrikulare të ritmit të zemrës për fat të keq janë në përgjithësi të rënda, shkaktojnë humbje të vedijes, në rastet më të rënda për fat keq shkaktojnë humbje të jetës. Pacientët të cilët janë në rrezik për këto çrregullime janë pacientë të cilët kanë një sëmundje strukturore të zemrës. Pra kanë kaluar një infarkt, po infarkt të rënd, po them, ku ka mbetur një shenjë në zemër, ose kanë kaluar një miokardit, një inflamacion të rënd të zemrës, ose kanë një X apo Y kardiomiopati. Këto çrregullime të ritmit të zemrës shfaqen gjithashtu papritur dhe pacienti në rastin më të keq humbet vedijen komplet, dhe në rastin më të mirë pacienti pëson një këputje totale që i duhet të ulet ose të shtrihet në tokë fare ose të ulet, pëson dirës të ftohta, zbet në fytyrë, rënje të tensionit, po në këto raste është ajo gjëja e mirë që shumë shpesh pacientët kanë kohë që të vinë deri në spital.